Bicikleta i ofron kënaqësi jo vetëm fëmijëve, por edhe të rriturve, siç edhe i ofron adhuruesit të natyrës dhe alpinistit Besnik Dujaka. Në ditën botërore të saj, Dujaka tregon për benefitet që bicikleta si mjet i transportit t'i ofron. Zakonisht bicikleta nuk është mjet vetëm për transport, po me bicikletë dilesh është edhe një kulturë, e cila i ndihmon edhe transportit publik, i ndihmon edhe shëndetit. Po shka është një ma interesante është që bicikleta ti ofron t'i shijosh gjitha bukuritë, cilat nuk mundesh me asnjë met tjetër t'i ofrosh dikujt ose t'i përjetosh vetë. Një ndër arsyet që Dujaka përgjedh bicikletën është vizioni i pamjes që mund ta shijosh me bicikletë kundrejt mjeteve të tjera të transportit. Dy rrotat pa zhurmë janë shumë ma të vlefshme se makina, duke i ditë e ki veç ajri cilin e shijon me bicikletë, nuk e shijon me makinë. Ki një vizion të pamjes më të bukur, më të gjatë, më të prekshëm. E sidomos na që mirë me natyrën, këto kena veç primare. Dujaka thot se has në vështirësi gjatë ngasjes së bicikletës në qytet, pasi ka mungesë të shtigjeve për to. Komuna zakonisht duhet të përgatit shtigjet e biciklizmit, të cilat i kena mangur në qytetin tonë, hasim në vështirësi gjatë ecjeve, mos respekti i makinave, ku dihet në jena një mjet i vogël, i cili s'mund t'i shkaktojnë dikuj problem, ata gjithmonë e shkaktojnë neve. Fatmirësisht e kena pak këtu afërve që është shtrati i lumit Krena. Këtu e kena një përparësi, po edhe këtu nuk mund të lëvizim shpejt, se ecin edhe banorët, duhen të kemi kujdes, ama si lëvizje e vogël fillestare është e mirë. Si një alpinist, Dujaka e ka studiuar terrenin dhe ka formuar kështu një grup për të soditur bukuritë e natyrës shqiptare, edhe me bicikletë. Si vjet do t'jetë viti 13, ku do t'a bëj turin e Kelmendit, kena pas përjetime të bukura, e kem pat varësinë e rrugës dikur të kohës turkut, si ka qenë me gur, mandej ka fillu të ndërtohet rruga, ajo ka veç bukurinë e vetë kur na e përjetojmë gjitjen në përleqe të Hotit. Dita botërore e bicikletave shënohet që nga viti 2018 çdo 3 qershor, për të inkurajuar të njerëzit përdorimin e saj, duke ditur të mirat e dyanshme që ajo ka si për njeriu ashtu edhe për mjedisin ku ne jetojmë.